mësim, edhe të sishën tuj, edhe dashurin tuj, edhe respektin tuj, por edhe me imanin tuj. Nëse fëmija shef të falë namaz, edhe të ta falë namaz. Nëse fëmija shef nanën e vetë që ka bu mbullesin, edhe fëmija edhe vajzë ta vajnë mbullesin. Nëse fëmija shef prinin të shku në gjami, edhe ka ma arë në gjami. Nëse fëmija shef prinin të lexu Kur'an, edhe fëmija të lexu Kur'an. Njëjtë në gjallë, fëmija është kopja e prinit të tij. Mos thuj ma vonë që shka ma gjithë fëmij dhe si u ba ky fëmij dhe si doli ky fëmij kështu, ai fëmij ka pa shembullin e vetë në prinin e tij. Prandaj, ky muaj i begat Ramazanit është shkak që ne të përmirësojmë sjelljen tonë, punën tonë, ibadetin tonë, moralin tonë, këshillat tona, dashurinë së një tjetrit. Është muaji i Ramazanit është një mundësi e artë për që secilin prej nesh të reflektim pozitiv. Lusë Allahu Gjelle Gjelalu që ky muaj i begat Ramazanit të na gjejë shëndetshëm mirë. Lusim Allahu Gjelle Gjelalu që ky muaj i begat Ramazan që po vjen të na falë gjunahet tona, të na shtoj veprat e mira. Lusim Allahu Subhanahu wa Taala që ky muaj i begat Ramazanit që po vjen të na bëjë sebeb shkak për udhëzimin e të tjerëve. Lusim Allahu Gjelle Gjelalu që ky muaj i begat Ramazanit ta zbukurojë ky xhami dhe gjitha xhamia të tjera. Lusim Allahu Gjelle Gjelalu me xhaman. Lusim Allahu Subhanahu wa Taala beqarët tanë, Allah të na i martojë, dhe të martuarit tanë, Allah ura të hajrit në gëzojë. Lusim Allahu Subhanahu wa Taala studentët tonë, Allah djetë hajrit të dhurojë. Lusim Allahu Gjelle Gjelalu pleqëve tanë, Allah jetë bështet të dhurojë. Lusim Allah Subhanahu wa Taala kur beqarët tonë, Allah nga çdo e keqe të na mbrojë me Islam na forcojë. Lusim Allahu Gjelle Gjelalu borxhlit tanë, Allahu wa mënsof që të dalim prej borxhit. Lusim Allahu Subhanahu wa Taala neve të na udhëzojë dhe përmet nesh Allah të udhëzojë të tjerë. Lusim Allahu Subhanahu wa Taala siç na ka bashku këtë shtëpi prej shtëpive të tij të na bashkojë në xhenetin e lartë. Lusim Allahu Subhanahu wa Taala ata të cilët u banë se veçëndetin e bashkërisht në këto minuta, Allah të shpërblej të mira, si të ndaj me shpërby vepër mirësit. Lusim Allahu Subhanahu wa Taala për mirësi, për vete, për ju, për mbar besimtarët. Lusim Allahu Gjelle Gjelalu që fjala e fundit e jona të jetë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lusim Allahu Gjelle Gjelalu të na mësojë të jemi ato njerëz që janë të vetëdijshëm për mirësi që ka dhënë Allah Subhanahu wa Taala dhe vazhdojnë të bëjnë vepra të mira. Lusim Allahu Gjelle Gjelalu të na mësojë të jemi për atyre që e lexojnë Kur'anin, e kuptojnë atë dhe praktikojnë. Lusim Allahu Gjelle Gjelalu të na bëjë mirësitë e tij të shumta që ka të pafundme. Lusim Allahu Gjelle Gjelalu të na gëzojë me xhenetet e tij të larta. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala